Para 2 vitesh kam shkruar një libër që quhet Abstraksionet edhe libri është aty. Këtë librin e kam shkruar në një moment të çuditshëm të jetës time. Sepse kur kam shkruar këtë librin e kam shkruar si një mënyrë për gjetur zgjidhje të një shqetësimi që kisha. Edhe pasi kam shkruar librin, edhe kam botuar, edhe kam lexuar përsëri, kam lexuar në një perspektiv komplet tjetër. Edhe kam kuptuar gjëra tjera nga ai libër. Edhe të jep shumë ndjesie të çuditshme, që pasi e lexon, thua që prit se s'kam dashur me shkruaj këtë, po edhe kjo që po shkruaj, që ka shumë interesante. Tani, ky koncept i abstraksioneve është një perspektivë, është një këndvështrim se si mund ta shohim realitetin dhe shqetësimet tona të përditshme. Po unë mendoj se ky perspektiv mund na ndihmoj. Unë s'kam të dhëna statistikore dhe studime që e di që na kanë ndihmuar njerëz, por e di që mua më kanë ndihmuar. Kur kam shkruar librin e kam nisur me këtë fjalim, me këtë shprehje, që thotë njeriu jo vetëm që ka kapacitetin të ndërtojë shkallë imagjinare për ngjitur murin, por gjithashtu ka kapacitetin të ndërtojë murin dhe shkallët për të krijuar idenë e arritjes. Çfarë mendoni për këtë shprehje? Shpesh kur lexojmë shprehje, ndodh diçka në mendjen tonë që na vjen një asociacion i lirë, që do thotë me fjalë tjera na vjen një mendim i parë apo një ndjesi. Edhe kur them unë çfarë mendoni për këtë, dua të di se çfarë ju vjen në mendje gjëja e parë kur lexoni këtë shprehje. Mallkimi i ekzistencës. Mallkimi i ekzistencës. Ka një lloj absurditeti apo jo? Një lloj paradoksi që kërkojmë vuajtjen. Mendim tjetër? Që sa mirë dhe ishte që të zhvillosh abstraksion që fëmijëri, që të shkëputesh nga disa kufi, të shëmshëm atë kuboidin, që sistemi e gjithçka tjetër na mëson që të jemi problemi kuboidit. Abstraksionet të ndihmon shumë të shkosh dhe kufi, edhe të prodhosh, të gjetonë për vetë. Unë e di se me çfarë merresh ti, edhe ndoshta kur ti thua abstraksione nuk e ke për të njëjtën gjë kur unë them abstraksione, por ndoshta mund të lidhen në një farë mënyre këto dy koncepte. Patjetër që unë librin e kam nisur me një lloj përkufizimi se çfarë është abstraksioni, sepse duhet dim për çfarë po flasim. Po para se të shkojmë aty, kam vendosur këtë foton. Edhe gjithashtu dua t'ju pyes për ndjesinë dhe mendimin e parë që ju vjen kur shihni këtë foton. Gjë e parë që dallova është që po ngjit shkallët dhe nuk po shkon te rruga që është e hapur dera ose guba. Mendoj që është zgjedhja më e mirë pasi po gjeni një rrugë që ka krijuar vetë, nuk e di nëse si ka krijuar vetë shkallën nga fillimi deri në fund, po zgjedh një rrugë që dëshiron ta zgjedh vetë dhe jo diçka që mund ta kenë hapur ose si quhet shtegun e ka zgjedhur dikush. Ne po shohim që rruga është këtu. Këta thjesht mjafton ky personi, mjafton thjesht kaloj këtu teci, edhe nuk ka pse të lodhet duke ngjitur murin. Tani ti thua ka zgjedhur rrugën e vet. Pse ka zgjedhur rrugën më të vështirë? Po ndoshta do kohë që të mendoj se çfarë do bëj kur shkoj ke rruga dhe. Pra, këtë kohën e ngjitjes se mendon se çfarë do të bëj. Ndoshta. Ju ka ndodhur pa më thuaj. Problematika që i krijojmë ne vetes. Ky është aspekti më i parë. I krijoni problematika vetes suaj? Definitivisht po. Mund më jepni një shembull? Çfarë problemi i krijoni vetes që s'është e nevojshme ta krijoni? Më fal? Po mirë, ti e di që s'e ta krijosh. Po pse e bën atë? Thjesht vjen. Okej. Tjetër çfarë problematike krijoni? Po, s'ka të vetë ngriset në shtëpi. Okej. Ndoshta kufi ose norma që vendos shoqëria dhe ne i overthinking, por në fakt mund të vendosim vetë normat tona dhe të presim të vendosim të tjera. Shumë e vërtetë kjo që e the, po çfarë ndodh nëse ikim kundër normave të shoqërisë? Gjykojmë. Çfarë ndodh nëse gjykojmë? Të gjykojmë. Është një hallk gjërash, edhe një hallk rreziqesh. Fjallimi emocional më pas. Dhe gjitha frustrimet e brendshme që individi ndjen për te frustrime që bota aty të jetë. Fillon ndjen të paaftësisë, të kritikës të jashtëzakonshme që është nga jashtë dhe e brendshme, që ka pse vetëm mua më ndodhi kjo situatë. Çfarë nuk shkon tek unë, dhe kur fillon kur ti vi në këtë gras, ndjes pa ty e hamja. Me them gjithmonë. Kur ti fillon të jetë këtë gras, atë pastaj është fatal për individin gjithmonë nëse nuk arrin të bëjë refleksione të tjera.
tek libri që kam shkruar një histori për një person, një vajzë adoleshente faktikisht që ka rënë në këtë graskën që thua ti. Edhe po është për ne shumë kërcënuese që dalim kundër normave shoqërore, pa e ditur as pak rrezikun se cili është, po ndoshta është fakti që është i panjohur ajo që na frikson më shumë, edhe jo një rrezik konkret në vetvete. Çfarë shihni këtu? Një pamje shumë të bukur, apo jo? Po. Do doni të ishit këtu fizikisht? Mirë jemi ne këtu, po atë. Nëse po, e kuptova. Ndoshta në një varkë, të gjithë që në një varkë, çfarë magje do ishte. Është pra, pikërisht apo e the që çfarë magje do ishte kur ne shohim foto të tilla, direkt do fillojmë të krijojmë ide dhe fantazi se çfarë sa bukur do ishte të ishim te ky vendi. Edhe në një farë mënyrë është një lloj hyrje për të shpjeguar konceptin e abstraksionit, pikërisht kjo ideja që na jep neve një ndjesi. Edhe ndjesia që ne kemi kur jemi në këtë ambientin, mjafton që ta shohim thjesht në një foto, pa qenë fare atje, është mjaftueshëm hyrje për të na futur ne në këtë botën. Kjo tregon se njeriu ka një aftësi që nuk e ka si specie tjetër, e cila është që mund të abstragojë. Është një aftësi e cila e bën njeriu të krijojë një realitet tjetër, por është gjithmonë e pavedishme, nuk është me zgjidhjen tonë të lirë. Edhe këtë koncept, këtë fenomen të njeriut i cili vlerësohet në psikologji në forma të tjera, sepse nuk është diçka që unë kam shpjeguar nga e para patjetër, ne do e studiojmë dhe do e shohim me shumë thellësi, do mundojmë shohim arsye pse njeriu abstragon edhe futet në këtë lloj fantazish dhe ndryshon realitetin e vet sipas mënyrave që ai do. Gjithmonë të pavedishme. Edhe sa po e folëm, koncepti dhe përkufizimi i abstraksionit është ide apo fantazi të krijuar nga njeriu për të përmbushur nevojat e tij. Është pak koncept i gjerë, edhe përkufizimi i gjerë. Është pak e vështirë që të kuptohet fikse çfarë është vetëm nga një përkufizim, po duke pasur në mend përkufizimin dhe duke parë disa shembuj, më pas do e kuptojmë edhe më mirë se çfarë është fikse koncepti i abstraksionit. Dhe gjithë ideja është se pasi ne ta kuptojmë se çfarë është kjo dhe si ne përdorim këtë abstraksionin në jetën tonë përditshme, atëherë mund të kuptojmë se si ndryshojmë realitetin. Edhe jo të ndryshojmë realitetin që ky libër mos jetë më aty, por ndryshojmë ndjesinë tonë ndaj atij librit, apo ndjesinë tonë ndaj fenomeneve të përditshme, apo ndjesinë tonë ndaj shoqërisë që mund na bëj dalje, siç më the shembull çfarë që shoqëria mund na mohojë. Edhe kjo është gjithë ajo ideja që unë dua të sjell tek ju që mund të jetë shumë ndihmuese, sepse mund ta ndryshojnë edhe jetën dhe mënyrën si e shohim realitetin. Gjithmonë po patët pyetje, komente, mund të më ndërprisni. Unë isha shumë interesuar të tjerë, sa ta kanë ndryshuar dhe pse në atë fazë ndryshoi jetën e librit. Ose fillzimi që për të sjellë të librit. Po, mund ta them, ta shoh pak slajdin e arshëm, po shkrim, në rregull. Atëherë unë kisha një lloj shqetësimi që nuk do e them jo sepse është private, por sepse është subjektive dhe nuk dua që ju të mendoni se shqetësimet tuaja nuk aplikojnë te kjo. Edhe shqetësimi që unë kisha, unë reagova shumë te këtij shqetësimi dhe reagova sikur jeta ime të ishte në rrezik për një ditë, le të themi. Edhe kur pyeta të tjerët për këtë shqetësimin, pash që ata nuk reaguan fare siç po reagoja unë. Edhe mua më çuditi kjo. Edhe dikush më tha që problemet nuk ekzistojnë, por i krijojmë ne. Edhe unë qesha me këtë përkufizimin, çfarë do thotë kjo ideja, si mundet që një problem mos të ekzistojë, ndërsa unë po e ndjej problemin. Edhe kjo ka qenë ajo nismja, le të themi. Kjo ka qenë ajo gjëja që Në qasje që patëm me te ishte pozitive në të rast. tjera. Ishte i shokuar shumë. Sepse unë thoj si ka mundësi unë po reagoj kështu, ndërkohë që njerëzit e tjerë po e shohin si diçka normale. Po. Siç mund të them, mu thye një got, edhe unë s'mund të reagoj që më është rrezikuar ekzistenca ime kur mu thye një got. Po shumë njerëz e bëjnë këtë gjë, më reagojnë në mënyrë shumë jashtë proporcionit për ngjarjen që i ndodh. Edhe është pikërisht sepse ideja që këto njerëz i japin ngjarjes është ndryshe nga ngjarja në të vërtetë. Ndjesia që e lidhin këtë ngjarje këto njerëzit. Edhe ka shumë arsye, mënyra e rritjes e tjerë që ne s'do i futemi shumë. Po, unë mundova t'i gjej një lloj përgjigje, sepse me vetdije, me logjikën time, unë e dija që s'do të reagoja shumë. Po një pjesë tjetër e imja reagonte shumë. Edhe
mundova të gjej një përgjigje. Në atë situatën që isha i gjeta një përgjigje, e shkruajta këtë librin dhe pasi kaloi ajo situata, edhe unë vazhdoja ta shkruaja librin, e lexova dhe thash që prit se që ka dhe perspektivë tjetër ndryshe nga ajo që kam shkruar. Këtu shohin cop letër, nga ndryshen këto dyja. Kam unë 1 lek portofol, duke se s'kam. Nëse unë jap dikujt këtë 5.000 lekshin, do ju japin ndjesi tjetër në krahasim nëse ju japi cop letre. Po gjithsesi të dy janë copa letre. Po, jam shumë dakord. Po, konkretisht, në botën objektive, të dy janë copa letre. Edhe ajo që do t'ju pyes është pse kjo këtu jep ndjesi tjetër, imagjinojnë 100.000 lekë se ndoshta edhe disa prej jush 5.000. Po. Se disa prej jush do japin ndjesi tjetër, kjo në krahasim me një copë flete. Çfarë ndryshimi ka? Tjetër ka një lloj vlere. Në rregull, po. Ti jep siguri. Do shkojmë pikërisht te siguria. Personalisht gjeta mundësi me harxuar të lekë direkt 5.000 lekë, Patjetër që paraja është diçka që ne përdorim për të marrë gjëra në këmbim. Pra, është një mënyrë që ne të marrim atë që ne duam. Por kjo, pra që ne të arrijmë këtë objektivin, duam që të kalojmë disa hapa, e do flasim për këto hapat që në vetvete janë thjesht abstraksione. Këtu kemi hartën e botës. Kanadaja, Amerika Jugore, Afrika, Europa, Azia. Edhe kemi gjithë kufin këtu. Nga ndryshon kjo harta nga kjo harta tjetër. Po. ka detë. Ndreju. Edhe deti, po. Te kjo harta e dytë kemi kufin. Edhe kufint janë shpike njeriut. Nuk ka si gjë objektive, vërtet murin e vendosin ato, po ideja se këtu është Amerika, këtu është Kanadaja, këtu është Kosova, këtu është Shqipëria, është një ide e krijuar nga njeriu. Nuk është një ide që është universale, objektive. Njësoj siç është gjendja e një peme apo diçka tjetër. Edhe këto ide kanë shumë rëndësi për ne. Edhe në një farë mënyrë formsojnë jetën tona. Bëjnë të mundur navigimin e njeriu në jetën e përditshme. Kush mendoni se është abstraksioni më i madh me këto që thamë ne? Kush është ajo ideja më e madhe që njeriu ne ka ndihmuar për ekzistencën e vet? Narrativa e vetës. Çfarë do thuash me? Historia që ne i themi se çfarë jemi, ku jemi dhe çfarë po bëjmë. Mhm. Se Ju afrove, ke thënë saktë ose ke thënë fiks me termin? Mendim tjetër. Saktë ke thënë, po se ke thënë me emër fiks. E ke thënë shumë mirë, po jo mirë. Ka mendim tjetër, ta vazhdojmë. Kjo është abstraksioni më i madh i njerit, feja. Ja, afrove se edhe feja, këto thot para shumë, nga kemi ardhur, ç'a bëjmë, ç'a supozohet bëjmë. Në një perspektivë ajo është. Ky është abstraksioni më i madh. Unë mendoj, nuk e di mendimin tuaj, që pa fen njerëzimi s'do ekzistonte. Nuk po flas tu ka apo s'ka Zot, por po flas feja, nëse është rregullator dhe është një vegël e cila e bën njeriu të gjej ato lloj motivimi dhe të ketë ato lloj ndjesish në momentet që duhet të ketë në vështirësitë e jetës së përditshme. S'ka rëndësi feja fare, çdo fe ka të njëjtën vlerë. Tani, ndërkohë që ne shpjegojmë abstraksionet, do shohim se ku feja hyn tek çdo rast që ne do shohim. Edhe këto raste do i ndjekim me një linjë që është linja e piramidave të nevojave të Maslow. Ata që kanë studiuar psikologji e din këtë piramidën e nevojave. Ata që s'kanë studiuar, unë do e shpjegoj sepse është shumë e thjeshtë. Sipas një psikologu amerikan që quhet Abraham Maslow, ai ka thënë se njeriu ka 5 nevoja në jetë dhe këto nevoja duhet t'i plotësojë. Edhe nuk mundet të plotësohet një nevojë pa u plotësuar ajo e mëparshmja. Nevoja bazike dhe e parë është nevojat fiziologjike të ngrënit, të pirit, të ushqyerit, të fjeturit. Këto janë shumë të rëndësishme për njeriu sepse këto janë dhe jetike në fundit. Momentin që plotësohen këto nevojat, shkojmë tek e dyta e cila është për siguri. Pra në këtë nevojë do që të ketë shëndet mirë, do që të ketë një vend ku të ndjeti i sigurt, do të ketë disa persona që e mbrojnë, edhe pasi plotësohet kjo, është nevoja e tretë për përfshirje dhe dashuri. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, siç është shumë e rëndësishme për një fëmijë që të ketë dashurinë e prindërve dhe të përfshihet në situata sociale, por jo vetëm për fëmijën, edhe për adultët që duan të kenë shoqëri edhe të përfshihen në grupe shoqërore.
Nevoja katërt është nevoja për arritje. Ne duam që të jemi më mirë se ç'kemi qenë dje. Është nevojë bazike, instinktive. Edhe pasi të gjitha këto nevojat janë të arrira, atëherë mund të arrijmë tek nevoja 5 që quhet vetë aktualizimi. Një fjalë tjetër është ndjesi e cila arrihet kryesisht në fundin e jetës së personave, s'po them fundin ditët e fundit, po them në stadiet e fundit të jetës, 20 vjeçarin e fundit, që do të thotë që është një lloj ndjesi përmbushje, që ti me jetën ke marrë ato që ke dashur të marrësh, e ke zhvilluar potencialin tënd të plot, edhe në një farë mënyrë nuk ke asgjë me pendes. Është një lloj ideali që të gjithë synojmë. Ne do shohim abstraksionin, këto ide dhe fantazi, se si zhvillohen në bazë të gjitha këtyre pjesëve këtu. Po. Ti the që nuk mund të kalosh në një bazë më larg Pa përmbushur ato poshtë, po. Pse? Ka raste që kalohet. Po. Nuk duhet apo nuk mundet? Nuk mundesh, është e pamundur. Si mund të ndihesh ti e sigurt nëse s'ke bukë për të ngrënë? Si mund të ndjesh ti dashuri dhe përfshirje nëse nuk ndjesh e sigurt? Po kisha, po më dallosh për shkak. Unë kem shok dhe mund të jem me dashuruar pa pasur safety, health, employment. Pse të do Mund të ndoj, them që duhet, them ndoj. Po si mund të ndodhë? Sa thoshte, ti ke një ngecë, dhe nëse ti nuk i kthesh Po. ngecës për ta zhbër, do të thonë në fund të ditës duhet kalosh. Si mund të doj dikush nëse nuk ndjesh i sigurt me atë personin? Po jo. Nuk ka. Po të bëjmë dua unë apo mund të dikush? Po thashë Po pra, nevoja për që të duan, po. Nevoja që të duan. Edhe ti je i përfshirë diku. Si mund të arrish diçka nëse nuk plotëson këtë, nëse nuk ndjesh i sigurt, nëse s'ke nevojë fiziologjike, nëse nuk përfshihesh diku. E së fundmi është vetë aktualizimi. Edhe do shohim, siç e thash, këtë pjesën e abstraksionit, këto ide apo fantazi që ne krijojmë, po. Kjo është statike si gjë, është dhe hapër statika, po është pak më dinamik, domethënë dhe nga moment në moment. Sepse duke marrë nga ishte të ti, se ke mendje të dashuria ndërkohë që predhat po plasin mbi kokë për shkak, siç po ndodh tash në Gaza dhe në Izrael. Se ke mendje të dashuria kur e ke mendje nëse do të shpërthej diçka si për kokës. po, kur jam vulnerabël jam më i lehtë do të dashuruar për shkak. Për dashuruar, jo për të dashuruar. Për të Të dashuruar ti. Ka kur ti je vulnerabël, ke më nevojë që ti të duash dikë. Më frikë sipër se cili reagon të vet. Po këtë do të pyesë domethënë. A është statike? Pra, ti po thon nëse është plotësuar një herë në jetë, a duhet plotësuar prapë? Ose a duhet të mbajë? A mund të kthehet? Po e kuptoj pyetjen, dhe është pyetje shumë e mirë kjo faktikisht, sepse e kam menduar edhe vetë. Patjetër që në fëmijëri këto gjëra duhet plotësohen, sepse pastaj hyn në psikologjinë freudiane që gjërat të cilat na ndodhin në fëmijërinë tonë do kenë pasoja kur rritemi, por edhe kur jemi adult në herë pas here i bëjmë një check gjitha këtyre. Prita, e kam këtë, a e kam atë, a e kam Kjo këtë. është mënyra më e shëndetshme për ta realizuar. Po, për ta lexuar këtë përmbushjen. Sipas natyrës mazore, që Po, ato të tjerë janë kritike dhe nuk vjen dakord, për shembull, varet Po. çfarë i kam ikë. Po, është kjo perspektiva. Tash unë kam vendosur një slide këtu, që kam vendosur një skem, lidhje nevojave të njerëzit me abstraksione. Pra ajo tabela, ajo hierarkia që pam si lidhet me abstraksionet. Këtu kemi dinamikën e parë, nevoja për të përmbushur në nevoja që thash ti Okla, që her pas herë ne i bëjmë check. I shohim, a kemi këtë të përmbushur apo jo. Edhe pastaj kemi rrugtinë e përmbushjes. Edhe pastaj është nevoja përmbushur. Pra, nevojat fiziologjike, duhet t'i bëjmë check. Na hahet bukë, ikim ham. Përmbushet nevoja. Kjo nevojë normalisht, po t'i pyes juve, a mund të ketë ide apo fantazi apo abstraksione? Nuk mund të ketë, sepse nuk mund të krijojmë asnjë lloj zëvendësuesi për ushqimin. Asnjë lloj ideje, do e shohim edhe më vonë, po asnjë lloj ideje e cila zëvendëson ushqimin. Por nëse shkojmë për tek nevoja për përfshirje, ne duhet t'i bëjmë check saj, edhe mundet për shkak futemi në WhatsApp te grupi WhatsAppit edhe flasim me shokët tanë, edhe ndihemi të përfshirë. Por mundemi që edhe dalim nga shtëpia e ti takojmë shokët tanë në një park. Edhe kjo ka diferencë. E diferenca është pikërisht te këto hallkat, këto shigjetat e kuqe këtu, që nuk ta plotësojnë nevojën në mënyrë direkte. Nuk është rrugtimi direkt,
por ndahet në disa hallka. Edhe kur ndahet në, më fal? Kur ndahet në shumë hallka, atëherë kjo nevoja është e falsifikuar. Pra mos përmbushja e nevojës në mënyrë direkte. Është pak abstrakte që nga vetë titulli, por do e shohim edhe më vonë me shembuj konkret, sepse ashtu do e kuptojmë. Duke i marrë me radhë. E para, nevoja fiziologjike. Si gjithmonë, feja vegël për të manifestuar përmbushjen e nevojës familje e cila ulet në tavolinë edhe lutet. Në këtë mënyrë ata përdorin fen që tek nevoja fiziologjike, duke qenë mirënjohës për ushqimin që kanë në tavolinë. Po dhe duke qenë bashkë. Edhe duke qenë bashkë. Po. Dhe kjo i bashkon. Po. Kam shkruar këtu që nuk mund të falsifikohet në abstraksione, pasi nuk mund të krijosh ide apo fantazi të cilat e përmbushin këtë nevojë, ndryshe nga nevojat e tjera që do i shohim më vonë. Nevoja për siguri. Përsëri, feja si vegël për të manifestuar përmbushjen e nevojës. Ndjehemi të rrezikuar, lutemi në Zot. Çdo fe ka këtë, një lloj lutje. Mënyrat e falsifikimit, siguracionet e para. Tash kur them falsifikimet nuk do të thënë që nuk janë të mira, nuk them që nuk duhen bërë, por po them që nuk është një mënyrë direkte për ta përmbushur këtë nevojë. Edhe duke i sjellë shumë në shembuj konkret, ndoshta janë më të kuptueshme. Tjetra, policia. Pra, ne ndjehemi të sigurt se kemi mundësinë të marrim policin telefon apo kemi një siguracion nëse smuremi, edhe patjetër që na mban të sigurt, por nuk e përmbush këtë nevojë në mënyrë direkte. Do thoni ty çfarë do përmbushte këtë nevojë në mënyrë direkte? Do e përmbushte nëse dikush me gur do ishte përballë dhe ne do kishim një buroj, atëherë ne do kishim përmbushur në mënyrë direkte ndjesinë e sigurisë. Ose nëse po binte shi dhe kemi çati sipër shtëpisë. Sepse në mënyrë direkte ne dallojmë se ky rreziku nuk po shkon tek ne. Kamerat e sigurisë kanë futur edhe pjesa e tij antiviruset. Kalojmë më poshtë. Nevoja për dashuri dhe përfshirje. Feja si vegël për të manifestuar përmbushjen e nevojës, dashuria që ndjejmë për Zotin. Ne kemi një lloj falënderimi për Zotin, edhe gjithashtu kemi edhe komunitetin e fesë, që është vetë feja që përfshihemi aty. Mënyrat e falsifikimit të dashurisë, u mendoj se është e vështirë të falsifikohet, kanë vendosur prostitucionin ose adoptimin. Nëse një nën humbet fëmijën e vet edhe adopton një fëmijë tjetër, ndoshta mund në një farë mënyrë ta kompensojë atë përmbushjen e nevojës së dashurisë, por gjithsesi nuk mundet që, të paktën mendimi im, mund ta kem gabim këtu, nuk mundet që ta zëvendësojnë 100%. Ndërsa përfshirja është shumë lehtësisht e falsifikueshme, grupet në rrjetet sociale, ideja e ekskluzivitetit është shumë e rëndësishme për njeriu. Edhe grupi ideal për ekskluzivitetin është 4 deri në 7 persona. Pra nëse ne jemi në një grup midis këtij numri, atëherë ne ndihemi shumë veçantë edhe ndodhet ndjesja e superioritetit. Ekipet edhe skuadrat. Nëse jemi brenda një ekipi, brenda një skuadre. Si do ishte përfshirja jashtë gjitha këtyre hallkave të abstraksionit, ne jemi me disa persona që rrim fizikisht aty, pa vendosur ide shumë të forta që na largojnë nga këto. Nevoja për arritje. Kemi një prift, një person normal, hierarki edhe tek feja. Prandaj kam vendosur këtë tek nevoja për arritje. Hierarkia e korporatave, statusi shoqëror, statusi financiar, mënyra e veshjes. Nëse unë vesh Gucci, çfarë më bën ai person më të mirë se një person tjetër? Tek nevoja për arritje është nevoja që mendoj unë abstraksionet përdoren më shumë se çdo nevojë tjetër. Unë kam makinë shumë të mirë, automatikisht në status të lëviz më lart. Gjitha këto janë ide. Konkretisht nuk kanë asnjë lloj vlere. Jashtë abstraksionit, tek pjesa e statusit, nga ana objektive nuk ka asnjë vlerë, nëse jemi me këtë lloj veshje apo me këtë lloj makine, është thjesht një objekt, por rëndësia që ne japim atyre është shumë e madhe. Paratë që ne kemi, që letrat që vendosim, kanë vlerë, bëjnë shoqërinë të funksionojë, por është gjitha një ide apo një fantazi. Edhe nevoja për arritjes është ajo nevoja që ka shumë përdorimin e abstraksioneve, këtyre ideve. Edhe fundit që s'po më kalon. Po, vetë aktualizim, feja si vegël është gjithmonë parajsa. Është më e mira e mundshme. Është ajo idealja. Edhe unë kam vendosur këtu, nuk mund të arrihet nëse nevojat e tjera janë të falsifikuara në abstraksione. Është e pamundur të arrihet, do thoni pse? Sepse nëse nevoja nuk plotësohet në mënyrë direkte, ne s'do ndihemi të përmbushur që të edhe kemi ngecjen. Edhe fatkeqësisht ajo që do të vërtetoj edhe më vonë është që në shoqëritë moderne
kemi shumë abstraksione dhe kemi shumë ngecje, sepse nuk përmbushen dot këto nevoja në mënyrë direkte. Ka shumë hallka, ka shumë iluzione në përmbushjen e nevojave. Ajo që doja thoja për pjesën e arritjes, një arritje e cila në cila nëse do ishte shëndetshme, nëse do ishte më objektive, do ishte një arritje e zhvillimit fizik. Pra, sot kemi kaq muskuj, një vit më vonë jemi shumë të zhvilluar fizikisht, dhe është një arritje shumë e dallueshme. Një arritje në abstraksione do ishte një arritje ku ne të vendosim ose të kemi kaq close friends në Instagram. Edhe është një lloj, ka të njëjtin mekanizëm, por ka ndryshim shumë madh në plotësimin e hallkave. Një pyetje? Është abstraksioni i personit dhe është realiteti i personit në këtë rast. Në cilin aktualizim? I personit që supozohet të di. Ne gjithë kemi një ide të këtij personit, projektojmë diçka të këtij personi, po derisa të vi këtu do është apo do të ishte abstraksion në mendjen tonë. Shumë i bukur si libër. Nuk e dija domethënë ose në momentin që e mora tesën, e lexova titullin, nuk e dija që kishte këtë qasje. Shumë interesant. Prandaj edhe të pyeta domethënë që çfarë ka shkruar, se apo të frazën e parë më pak personalitet analitik i futem edhe në këtë. Tek libri që nuk i kam vendosur këtu, sepse pastaj do keni arsye për të marrë librin. janë disa shprehje, dhe këto shprehje janë gjithë shprehje të psikologëve dhe filozofëve, të cilat e vërtetojnë në një farë mënyre këtë teorinë. Edhe siç thash, për hapjen e abstraksioneve në botë. Tu kemi një mjedis rural edhe një mjedis urban. Pra jetën e fshatit dhe jetën e qytetit. Edhe ajo që kam thënë unë është që vendet rurale ka më pak abstraksione se vendet urbane. Nuk po them që nuk kanë fare, po unë do të bëj një krahasim shumë interesant. Pash një video interesante në YouTube të një filmimi që ishte bërë një nga ato tribut e Afrikës. Janë ato njerëzit që kur flasin me klikime. Edhe pasi këto kapën gjaun e tyre, që janë hunter-gatherers ose ndacak, i bën disa pyetje me një përkthyes aty, edhe i bën pyetjen kush është kuptimi i jotë i jetës. Edhe kjo është një pyetje e cila patjetër kërkon një përgjigje shumë filozofike ose fetare, një person do japë një shpjegim të fesë, një person pak më nihilist mund japë një shpjegim tjetër, por gjithsesi ka një shpjegim ose ka një përgjigje pak filozofike, ndërsa përgjigjja aty është kuptimi jonë i jetës është ushqimi. Edhe ajo është vërtet një kulturë prej 8 personash, e cila nuk ka fare abstraksione. Direkt lidhet me nevojën bazë. Direkt shkon tek nevoja fiziologjike. Por po të shkojmë tek civilizimi modern, normalisht që ka ndryshim shumë të madh, kuptimi i jetës është një pyetje e cila ndoshta mund mos ketë përgjigje fare, por ndoshta që mund të shkojmë. Ndoshta ata janë më të qartë. Po. Në rastin e që jetojmë në abstraksion, ne kemi, siç thash, kemi shumë gjëra të paplotësuar, i kalojmë faza, pa i plotësuar. Dhe më pas kemi palumturi konstante, që është edhe pse do palumturia, sepse nuk janë bërë plotësimi këtyre fazave. Unë e besoj shumë teorinë e Maslow, dhe kur e kam bërë vetë në psikologji, dhe mbaj më të gjithë në momentin që ti ma paraqite, që fillova të mendoj që ku ndodhem në tani, në çfarë faze. Se dashje pa dashje, përveç se kemi këtë. Në çfarë faze ndodhesh? Apo ndodhesh atë në gjykimin tim, tek faza e tretë. Sepse unë kisha mbaruar studimet e para, e njëra një shkollë të dytë me shumë sakrifica, në shumë aspekte. Dhe sot mendoj që jam duke kapur marrjen e Maslow't në shumë aspekte, ndoshta me që po ndjek të përmbushje shpirtërore, po investoj shumë për çelë lumtur se sa e pasur, por kur them e pasur në gjitha kuptimet, jo çdo monetare. Dhe po punoj, jo po manifestoj për një ëndër që është ai vendi aty. Domethënë do doja shumë që kisha premtuar vetes kur bëhet 40, po më sa shoh vitin tjetër kam 40, çam pa arritur. Çfarë muaj vitin tjetër? Si? Çfarë muaj vitin tjetër? Në nëntor. Edhe në këtë nëntor apo nëntorin e nëntor që vjen. nëntorin që vjen, po ke kohë. Por që këtë fantazoj domethënë edhe mendoj domethënë që dua të jetoj në fshat, dua të investoj në fshat, pa diskutim të bëj këtë gjë që po bëj, siç është psikologjia, në formën që dua, duke lidhur me artën, se ju e dini, pak a shumë kush më jep. Duke lidhur me artën dhe duke bërë shërbime humanitare dhe komunitare në këtë aspekt. Duke filluar që nga kafshët, që është një ndër të psikologja, dhe kur theti adoptimin, individi ka të qasin që direkt shkon tek ajo e brendshme. Në të siç të adoptimi të adoptosh një fëmijë. Dhe unë kam kuptuar që edhe kur kam humbur një kafshë, kur kam adoptuar një kafshë tjetër, nuk më ka zëvendësuar.
Po ma po ka për mbushër të përshëllat në shpitalar dhe direkt e sa po t'jetë e aty më shkëllë. Hyre në abstraksion ti kur mundohet të bësh atë gjë. Sepse hedonizmi ekziston për shoqërinë tonë, jo për ata. Po. Më fal, ndjes, ke shumë drejt. Hedonizmi është ideja që jeta nuk ka fare kuptim. Jo, në fakt, hedonizëm është jetosh për hir të kënaqësisë trupore. Po impulsi, është një lismë fale nga trova, po. Hedonizmi është impulsi i momentit. Hapa fund, pipa fund, Rastin e tyre nuk është një gjë. Rastin e tyre nuk është një gjë. Por ama prapë fakti që është vetë evident. Pra, ha, ndjesh mirë dhe ka që ishte jeta. Rreth virtuoze, vicioz nuk është hapus në fakt. Dhe kjo në vetë nuk është hedonizëm që t'jetosh vetëm për të shuar një kënaqësi. Impuls, po. Për shuar një impuls. Është, po ata e ruajnë ushqimin, edhe ata e ruajnë energjitë. Po energjitë, pastaj ato, se do unë kam këtë kënaqësi për të lexuar shumë, rreth edhe popujve, ato kanë këtë, domethënë kanë një qasje shumë kreative, edhe në ndërtimin e veglave për të kapur pre. Domethënë nuk është kaq bazike sa e mendojmë ne se sa mund të thuhet domethënë që ja kapin një pre, e konsumojnë, e hanë apo gjëra tjera. Domethënë ato shpenzojnë kohë edhe për ndërtimin të një plani strategjik. Në mënyrën e tyre kanë një plan strategjik. Gjithmonë në zonën ku do shkojnë pre që duan kapin dhe mjetet që duhet të kenë për të kapur pre, në rastin konkret, po them termin pre. Shire, për mjedisin ose ambientin e shoqërinë e sofistikuar, ekziston diçka shumë e fortë që është morali. Është i psikolog zvicerian Carl Jung. Ai ka pasur shumë interes të vizitonte tribut edhe fiset primitive. Edhe kur ka vizituar këto fise, i ka studiuar ata nga ana psikologjike. Edhe ka vënë re që smundje si ankthi, depresioni nuk ekzistonin të ato shoqëri. Por ekzistonte skizofrenia, e cila është një smundje që ka probleme neurale baze biologjike. Kështu që një arsyetimi i kësaj është që morali është arsyeja pse këto probleme ankthi dhe depresioni ndodhin, që janë gjithashtu vetëm në shoqëritë moderne dhe të sofistikuara. Unë këtu kam vendosur disa statistika që do i kalojmë shpejt. 20 shtetet me depresion më të lartë, shteti i parë është Anglia, Hollanda, Ukraina, shkojmë deri këtu, vazhdimi i shteteve. Edhe kam vendosur në gjitha këto shtete, kam vendosur vendet rurale me depresion më të lartë, janë vetëm 3 shtete. Pra në 20 shtetet me depresion më të lartë, vetëm nga ato 3 shtete janë vende rurale. Vendet e miksuara tek shtetet me depresion të lartë, që janë dhe urbane, kanë dhe jetesë urbane edhe jetesë rurale, janë këtu. Edhe vendet urbane janë gjitha kjo pjesa e mbetur. Kam bërë të njëjtën gjë, por me depresionin më të ulët, 20 shtete, duke filluar nga Singapori, edhe duke i ditur vetë emrat, ose disa vende janë emrat të cilat ne si kemi dëgjuar kurrë. Vendet urbane tek shtetet me depresion të ulët, që janë vetëm 3, e miksuar që janë këto, edhe vendet rurale tek shtetet me depresion të ulët që janë shumë. Pra, këtu mund të themi se ka një lloj korelacioni, një lloj ndikimi se shtetet që janë urbane rriten numri i depresionit dhe shtetet që janë rurale përsëri ulet numri i depresionit. Edhe statistikisht kjo vlen. Ti Elda s'do bie dakord, besoj. Statistikisht si do thoya? E di që nuk është bërë studimi sepse janë gjithë faktorët e tjerë që duhen matur, po besoj tregon diçka. Po, mund të ketë dhe faktorë të tjerë pse depresioni është i ulët ose pse depresioni është i lartë. Po, thjesht nëse po flasim për nivel korelacionar, mund të themi se është ka predispozit që kjo gjë të jetë kështu, por nuk mund të themi që ka ndikim, që të ketë ndikim, por gjithsesi diçka tregon kështu. Dhe konkluzioni, përmbushja e nevojave në mënyrë autentike ose falsifikim, që e thamë më parë çfarë është, mund të rezultojë në depresion. Tani, tek pjesa më e rëndësishme që e kam vendosur edhe tek libri është përdorimi i abstraksioneve. Patjetër që ne jetojmë në shoqërinë e sofistikuar, të zhvilluar, nuk mundet që gjithë të shkojmë të jetojmë në fshat, se s'është aq e thjeshtë, edhe do të gjejmë një lloj zgjidhje për këtë problemin. Kush mendon ju se është zgjidhja? Përshtatja. Jo neve me vendin, po vendi me ne. Po, Përse duam ne kur? Se duhet kurohen. Po sepse jemi në ato shtete që kemi depresionin e lartë. Jo Shqipëria, po vendet urbane, do të thoya.
duam të kurojmë, do thosh. Po e pyetja më e rëndësishme, a duam që të dalim nga ky burg që kemi futur vetë? A doni ju që të dijeni keq? Në mënyrë vetëdijshme joje, pa vetëdijshme se di. Para sa kuptosh. Po. Po, është e rëndësishme kjo, ta kuptosh, ta diferencosh, ta spikasësh. Unë kam vendosur një meme këtu, që është video e keni parë këtë? Disi ta shu, ose duhet që ta hiq, që ta shu, ta hap. Dojnë nga Matrixi. Kemi këtë kalin, që nuk e bën rrugën e vet, se e di që ato nuk të dëmtojnë fare, por thjesht i ndjen, ndërsa kuajt e tjerë e bëjnë xhiro. Mund të imagjinosh frikën përpara se mori goditën në park. Po. Edhe momenti që s'ndodhi. Ka shumë... E mori, më falë, e mori pa patur vëmendjen. Thjesht mori goditën e parë. Ka ullur pa kokën më bukur. Ndërsa të tjerët mund edhe t'i kenë parë dhe kanë krijuar imagjinatën. Jo, varet se kur e kanë nisë videon e burrit. Ata jo po, ai ka lishu Laraman, e ka parë atë pelurën e parë dhe prandaj ka vendosur të ecë, ndërsa nga çfarë tregon video, ka lishu që ndron në vend, thjesht e ka ndjer edhe s'ndjeva asgjë të gabuar, nuk ndjeva asgjë të dhimbshme, dhe qëndroi aty. Kjo perdja këtu, pëlhurat çdo që tjetë, mund të simbolizoj frikën, mund të simbolizoj vështirësinë, mund të simbolizoj ato gjërat në jetën tonë që ne nuk i bëjmë sepse janë shumë të rrezikshme për ne. Edhe ka vërtet gjëra që janë të rrezikshme, për shembull tidhemi nga kati 10, por ka edhe gjëra të cilat janë thjesht iluzioni jon. Na thot shoqëria shumë që janë të rrezikshme. Edhe shumë e rëndësishme që ti spikasim dhe ti diferencojmë këto. Do të një koncept shkurtimisht, koncepti maskës dhe i hijes. Maska është ajo që ne supozojmë të jemi shoqëri. Gjithë që na thonë tjerë supozohet të sillesh kështu që në fëmijëri, kur ndodhin këto gjërat supozohet që të sillesh në këtë mënyrë, kur tjerë thonë këtë do të bësh këtë, nuk duhet të lësh nam. Gjitha këto janë maska ose ndryshe persona. Edhe ne ndërtojmë një vete ideale. Kjo vete ideale kthehet në abstraksione në mënyra të frikshme, do theu, tek rrjetet sociale. Sepse ndoshta make-upi s'na mjafton. Edhe bëjmë make-upin të rrjetet sociale ku jemi gjithmonë perfekt. Edhe s'mund të ndryshojmë asnjëherë nga i perfeksioni. Fal? Filtrat. Është, do të them diçka, ndoshta s'ka shumë lidhje me temën, po shumë interesante, që po të pretendojmë se jemi dikush tjetër, do harrojmë veten tonë të vërtet. Edhe një fakt tjetër është se emocionet na thonë gjithmonë të vërtetën. Edhe ne kur ndihemi shumë mërzitur e të shtuar, qajmë. Edhe kur qajmë, na dalin lot nga syt. Edhe në mënyrë simbolike këto lotat mund të pastrojnë një lloj maske që ne kemi. Edhe është një lloj analogji shumë interesante që ndodh tek natyra njerëzore. Edhe nuk e di pse ndodh pikërisht kështu, po simbolikisht bën sens. Edhe kemi hijen. Hija mund të keq kuptohet si gjëra të këqija për veten tonë ose të pamorashme, por në të vërtetë janë gjërat e padëshiruara. Nëse dikush tu mund trash dhe thot duhet tiki unë tani, por nuk lejohet, sepse... Nuk e di. Për nga që më pyte në WhatsApp kur sa duhet ri. Pa mirë si më Nëse dikush nga ju nuk do të qëndroj apo do të bëj diçka të cilën nuk e lejon shoqëria që ta bëj, atëherë këtë e represon. Tash ka shumë gjëra që ne nuk supozohet t'i bëjmë sepse janë të rrezikshme dhe vërtet nuk duhet t'i bëjmë, po ka dhe gjëra të cilat ne thjesht na frikson që t'i bëjmë. Po s'ka si lloj rreziku në vetveten. Si për shembull, të kërkojmë të drejtat tona kur është për të kërkuar. Është një matës personaliteti i cili është matësi më i saktë që quhet Big Five, e një nga ato tiparet është pranëshmëria. Edhe njerëzit që kanë pranëshmërinë të lartë janë njerëzit të cilët duan sa më pak konflikte. Edhe këto njerëzit duan pak konflikte sepse nuk duan fare që të zihen. Edhe statistikisht femrat, gjinia femërore ka më të lartë të pjesën e pranëshmërisë. Edhe ka më të lartë për arsye evolucionare ndoshta, por mund të jetë kjo dhe arsyeja pse më fal? Dëshoj. Viteve të fundit të duket se 60-20. 60% pra nëse merr një femër rastësisht në popullat, ka 60% shanse që ta ketë lartë këtë pjesën e pranëshmërisë dhe një mashkull ka 40%, edhe nëse kam gabim më korrigjosh.
Po që ideja ashtu që për shkak se femra nuk duan të konfliktohen, mund të jetë kjo një arsye pse i kanë rrogat më të ulta, sepse nuk shkojnë tek shefi i tyre dhe thonë shife, unë dua këtë gjë për veten time. Mund të ketë shumë arsye patjetër, po mund të jetë ky një faktor. Po. Nuk duan të konfliktojnë për shumë gjëra, po nuk ka asgjë të gabuar që ne të kërkojmë drejtën tonë aty kur është për të kërkuar, pavarësisht se mund të perceptojmë si po. Ndonjëherë kur thua fjalë konflikt duket ti mund të shkon me ajo ide se do rrihen e do zihen do shanë. Ka bëj çfarë si Po, nuk e rish nga puna shefi edhe nuk është rrezik. Doja të thoja që nuk ndihen të forta mjaftueshëm për t'i kërkuar të drejtat e tyre. Ndoshta ai nga ai stereotipi që akoma nuk është zhbër që femra është gjinja e dobët. Mund të jetë edhe akoma kanë ngel. Po ky stereotipin e kanë, kush e ka këtë stereotip? Gjithë shoqëria? Shiko, ky është një stereotip evident. Gjithë shoqëria e ka. Tu përfshin dhe femrat apo jo? Atëherë, shoqëria është e përbërë me femra dhe meshkuj, pavarësisht ka mosha. Janë fëmijë, janë të rritur apo janë pleq. Okej, kjo është shoqëria jonë. E lëmë janë shoqërinë e kafshëve, ato janë pjesë e shoqërisë sot, por janë një botë më vete. Ne po flasim këtu për marrëdhëniet tona. Midis njerëzve dhe stabilizimin e këtyre marrëdhënieve. Në qoftë se në studim i tillë thot për këtë gjë, mua automatikisht nga ajo çfarë nuk kam parë, kam akumuluar nga ato që nuk kam parë, femrat nuk është se nuk i kërkojnë të drejtat sepse nuk i duan apo janë tolerante nga instinkti. Janë tolerante nga paaftësia dhe të ndjerit e dobët. Aty ishte një video me Kalin, ekzistonte në internet dhe një video tjetër me Mizën që i kishin vënë një rreth të qartë dhe ajo silli rreth e qartë. Nuk e kalonte Mizën. Nuk e kalonte Mizën. Kjo mendoj që është më e gjendshme tek femrat. Çfarë nuk kanë parë në punë edhe në shoqëri. Pastaj studimi. Pikërisht, edhe vetë stereotipet janë abstraksion edhe është ajo pafuqësia ose ndjen shumë të dobët për të kërkuar të drejtën e tyre. Induktuar në qufën e njëri dhe vajzë. Pikërisht. Dhe vajzë, po fillon induksion në qufën e njëri, normalisht ato prodhon individi që mund të jesh më të ardhmë. Frikrat. Do të jesh brisht, jo ashpër. Dhe pastaj kur janë në një kolektiv punë, e kuptojmë shumë se si janë femrat në vetë. Po. Do e shpjegoj më vonë se si mund të ndryshojmë ne mënyrën e të parë tjetës që të ndryshojë edhe kjo gjëja. Por hapi parë është që ta spikasim këto dëshira tona atë momenti, sepse patjetër sado pranojshmëri të lartë, sado frikë të kesh ti për të konfliktuar apo për të kërkuar drejtën tënde, do ndihesh keq kur dikush ta merr të drejtën, do ndihesh keq kur dikush të ofendon. Edhe në momentet që ndihesh keq, do ta spikasim këtë ndjesinë e keqe. Kur e spika pastaj bën ato diferencimin dhe kupton këtë anën tjetër, këtë anën e represuar. Nuk do t'i lëm ndjenjat të represuara, nuk do t'i shtypim, nuk do t'i largojmë, nuk do t'i injoruar. Pra, kjo është një nga hapat, se si një t'i përdorim abstraksion në një shoqëri ku janë shumë prevalente, t'i përdorim për benefitin ton. Një nga hapat tjetër është të vepruarit sikur diçka tjetë e vërtet. Si çan mendojnë se do thotë kjo? Është me fjalë tjera të gënjim veten? Do e shpjegoj ashtu siç do e shpjegoja unë, çfarë do thotë kjo dhe më thuaj ti nëse po mendoj që i afruar shumë. Ne themi që ne kemi një objektiv, duam të arrijmë diçka. Edhe më vonë do shohim sepse pyetja e parë është nga ta ndiejmë ne si duhet veprojmë. Po pa shkuar atje, le të themi që kemi një objektiv. Objektivi është metaforikisht nuk do të shkoj te laptopi. Edhe unë filloj të bëj këtë objektivin. Objektivi mund të jetë çdo gjë, dua të bëj këtë punë, dua të bëj këtë shkollë, dua të bëj këto gjëra në jetën time. Këtu është zona ime e komfortit, jam mësuar me jetën time këtu. Unë bëj këto 2-3 hapat, dal nga zona e komfortit, akoma s'kam arritur. Tani, nëse unë do të veproj sikur diçka tjetër e vërtet, unë mund të veproj këtu sikur e kam arritur ato objektivin, edhe ky objektiv është i arritur, edhe mund t'i bëj këto hapat, edhe pse po shkoj te e panjohura, sepse nëse veproj sikur diçka tjetër e vërtet, unë këto të panjohurt e zëvendësoj me diçka të njohur dhe ndihem më i sigurt për ta bërë këtë rrugtimin. Prandaj, në mitologjinë nordike për shembull, vikingët i luteshin Thorit, Zotit nga Perëndit, që ishte përgjegjës për motin. Ata nuk e dinin nëse moti i tyre do ishte ideal apo siç duhet, por e vepronin sikur do ishte ideal. Edhe ajo ja mundsonte që të shkonin në hapin tjetër. Edhe në hapin tjetër, në krahasim me këtë, nëse e gënjim veten, atëherë ne kthehemi pranë në zonën e komfortit, duke marrë parasysh fabulën e dhël për Merrushin, duke thënë nuk kam ç'dua të gjithsesi, shumë e rrezikshme. Pra, krahasimi midis të gënjyrit të vetes edhe të vepruarit sikur diçka tjetër e vërtet, është se njëra na çon ne drejt asaj që na frikson edhe na zhvillon, ndërsa tjetra na çon drejt zonës së komfortit.
Unë këtu kam vënë këtë foton e pinguinit. Ky ka shkuar kundër tufës. Sa kemi qenë me të pinguin. Ti mund të qash me atë, mund të jetë shumë i lumtur. Edhe është pikërisht kjo analogjia, që gjithë tufa shkoi drejt asaj që supozet bësh sepse është zona komfortit. Edhe kjo është futet edhe Nietzsche te kjo filozofi, por ky pinguini tha që un kam këtë objektivin, edhe është e panjohur, po shkoj drejt asaj që më frikson, ose të paktën me abstraksionin tim shoj imagjinoj unë se nuk e di menjen e tij. Nuk e di. Tash kjo është inteligjencë artificiale, nuk dim çfarë ishte, po doli ishte Nga ta dim ne si duhet të veprojmë. Në një nivel shoqëror, në një nivel familjar, dhe ajo që duhet të diun është nga ta dim ne si duhet të veprojmë ku në ekzistencë. Po, pikërisht të thej se më duhet sigur jemi hallakatur pak te kjo dhe Si po projekton një gjë, edhe jo, jemi hallakatur por shqetësimi, pyetjet janë të njëjta, sepse ideja është që gjitha këto situata ne na japin ndjesi të këqija, sepse jemi të përfshirë në abstraksione. Edhe si duhet veprojmë neve që këtë përfshirje ta kemi në benefitin ton dhe mos të kemi ndjesi të këqija, mos futemi te kjo e ankthit apo e depresionit. Çfarë duhet bëjmë neve? Edhe kjo është ajo mënyra se si ne duhet veprojmë edhe po këtë atë. Dhe ajo që unë këtu, pra që kam dashur të synoj me këtë pyetjen është se kush është si duhet i perceptojmë ne këto ngjarje në jetën tonë, këto ndjesi. Edhe që të ndryshoj perceptimi jon, pra ndjesia jon, e cila është e pavetdijshme, ne mund të veprojmë në një farë mënyre, e cila është të dalim nga kjo zona komfortit, që e thash më shembull, të veprojmë sikur diçka tjetër e vërtet. Edhe kjo pyetje nga ta dim si duhet veprojmë, synon pikërisht te kjo pyetja tek ai për kufizimi i parë. Nëse ne duhet veprojmë sikur diçka tjetër e vërtet, kush është ai veprimi? Çfarë duhet të jetë e vërteta? Nëse ai pinguini shkoj kundër gjithë rrymës së vet, kundër kujt do të shkojmë ne? Do të shkojmë kundër diçkaje, do të bëjmë çfarë duhet të bëjmë? Kjo është gjithë ajo pyetja. Pra, nëse me fjalë tjera, nëse përqendrohemi në diçka tjetër, ato gjërat e mëparshme nuk do kenë aq shumë rëndësi për ne. Edhe kjo e vërtetohet edhe nga neuroshkenca, Klado ti mund ta vërtetosh këtë. Nëse mendojmë gjithë ditën për makina të kuqe, mendja do na rrinë neve tek makinat e kuqe. Edhe këtu kam vendosur dy përgjigje në formë ilustrimesh. E para është një draguan me thestarin, që do thotë ajo që na frikson aty do të shkojmë. Edhe kur them frikson, nuk është frikët që na rrezikon jetën. Për shembull, të ikim për pushime në Iran. Por kur them frikson, është që ne të arrijmë në një gjendje optimale midis emocionit ose excitement edhe frikës. Unë dua shumë të arrij diçka, por kjo gjë që unë dua shumë të arrij gjithashtu më frikson shumë. Edhe ky është pikërisht ai thesari të dragoj. Arritja optimales. Edhe hapi dytë është një nga tiparet që ka vetë aktualizimi, që lidhet me kreativitetin dhe është thjesht zgjedhja jonë e lirë. Çfarë duam bëjmë me jetën tonë? Sepse ne jemi atë që ne zgjedhim të jemi. Edhe nëse ne bëjmë ato gjëra që na japin ndjesi optimale, edhe pastaj kemi komplet kreativitetin tonë për këto gjërat, atëherë ndoshta do vini re, paktën me mua ka ndodhur shumë që gjërat e tjera si për shembull sa shok kemi, sa mund na bëjnë dalin nga shoqëria, sa mund na gjykojnë, nuk do i interesojnë fare. Dhe jo në kuptimin që e vëre, as nuk e vëre fare. Nuk e ndjen fare, sepse fokusohesh komplet vend tjetër. Kaq ishte. Përveç kësaj gjithashtu me anë të AI-t që është shumë i madh, kam gjetur një video që përmbledh gjithë librin. Është një video 5 minutëshe. Keni një pyetje para se të shkojmë te video? Një gjë për diskutuar? Nëse edhe pas asaj mund të diskutojmë. Mirë se erdhët. Sot do t'i futemi thellë një ideje që pa e kuptuar drejton thuajse çdo gjë që bëjmë, abstraksioneve. Do të shohim se si këto koncepte të krijuara nga ne vet formosojnë gjithçka, nga frikrat më të vogla deri te ëndrat më të mëdha. Le ta nisim me një pyetje që jam i sigurt se shumë kush i ja ka bërë vetes. Pse, në një botë ku kemi më shumë siguri, ushqim dhe mundësi se kurrë më parë, pse kaq shpesh ndihemi bosh? Pse na kaplon ai ankthi i çuditshëm, i pashpjegueshëm? Tingëllon si një kontradikte e madhe apo jo? E po, përgjigjja nuk gjendet tek gjërat që kemi, por tek shtresat e padukshme të realitetit që kemi ndërtuar përreth vetes.
Mendojeni pak kështu. Truri ynë, në thelb, është ende i sintonizuar me botën e paraardhësve tanë. Për ata, rreziku ishte i prekshëm. Një ujk pas shkurrës, kërcënimi real i urisë, këto ishin çështje jeta vdekjeje, fjalë për fjalë. Sot kërcënimet tona janë abstrakte. Frika se mos dështojmë në një intervistë pune, ankthi që na jep një koment negativ online, tmerrri se mos na refuzojnë shoqërisht. Dhe ja ku gjërat bëhen interesante. Truri ynë mund të reagojë me të njëjtin panik ndaj këtyre kërcënimeve moderne, sikur jeta jonë të ishte vërtet në rrezik. Pra, si përfunduam në këtë situatë? Duke jetuar brenda një rrjete komplekse abstraksionesh. Kjo është ideja thelbësore që do të na udhëheq. Le të kuptojmë një herë e mirë se çfarë dreqin janë këto shtresat padukshme. E thënë, sa më thjesht, një abstraksion është thjesht një ide, një koncept, diçka që nuk mund ta prekësh, por që ka një fuqi të jashtëzakonshme mbi jetën tënde. Mendojeni si rregullat e një loje gjigante që të gjithë kemi pranuar t'i luajmë. Një lloj fantazie kolektive që e pranojmë si të vërtetë, sepse na ndihmon të funksionojmë si shoqëri. Por ta bërë më konkret, merrni parasysh paran. Çfarë është në të vërtetë? Copsa letre ose numra në një ekran, asgjë më shumë. Por ne, si shoqëri, kemi rënë dakord të japim vlerë, dhe kështu ajo bëhet mjeti kryesor për të siguruar gjëra reale si ushqimi dhe strehimi. E njëjta logjika vlen për ligjet, për statusin social, apo edhe për atë versionin e kuruar të vetes që ndërtojmë në profilet tona online. Të gjitha këto janë abstraksione teje të fuqishme. Tani, për të kuptuar tamam se si na ndikojnë këto abstraksione, do të përdorim një kornizë shumë të njohur, piramidën e nevojave të Maslow't. Le ta shohim si një lloj udhëtimi, një ngjitje nga nevojat më bazike të mbijetesës deri në majën e potencialit ton njerëzor. Do t'i ngjitemi këtyre 5 niveleve, një nga një, për të parë se si abstraksionet e kanë ndryshuar totalisht lojën e përmbushjes së nevojave tona. Këtu fshihet çelësi për të kuptuar atë paradoksin modern për të cilin folëm në fillim. I leti futemi. Në bazën e piramidës, pra nevojat fiziologjike dhe ato të sigurisë, abstraksionet kanë qenë një sukses absolut. Nuk na duhet të gjuajmë për drek, kemi para dhe supermarkete. Nuk jetojmë me frikën e vazhdueshme se mos na sulmon dikush, kemi ligje dhe polici. Por, dhe ky është një por i madh, duke zgjidhur problemet e vjetra, kemi krijuar frikra të reja, abstrakte. Frika primitive e urisë është zëvendësuar me ankthin modern të humbjes së punës. Frika nga një sulm fizik është shndruar në tmerrin e përjashtimit social. Mirë, tani ngjitemi pak më lart në piramidë. Arrim në mes, aty ku gjenden nevojat për dashuri, përkatësi dhe vlerësim. Kjo është arena sociale, miq. Dhe është pikërisht këtu ku abstraksionet bëhen më të fuqishme dhe sinqerisht më të rrezikshme se kur. Imagjinoni jetën shoqërore si një shfaqje e pafundme teatri. Për të lundruar në këtë skenë, ne të gjithë vendosim një maskë. Psikologu Carl Jung e quante këtë persona. Kjo maskë është versioni vetes që ne i paraqesim botës për t'u pranuar, për t'u pëlqyer dhe, në fund të ditës, për të fituar në këtë lojë të madhe shoqërore. Edhe askush nuk e ka kapur më bukur këtë ndjenjë të çuditshme se sa Franz Kafka me këtë thënie. Ai ndjesi sikleti kur kupton se sa shumë nga ndërveprimet tona janë thjesht një performancë. Ne aktrojmë, shtiremi, luajmë një rol, shpeshherë duke fshehur atë që jemi vërtet pas asaj maske. Dhe nëse jeta është një skenë, atëherë rrjetet sociale janë skena më moderne dhe më e sofistikuar që kemi ndërtuar ndonjëherë. Aty ne mund ta gëdhemi maskën tonë në perfeksion, një version të kuruar, të idealizuar të vetes, gjithçka në kërkim të pëlqimeve, ndjekësve dhe komenteve, që janë thjesht përmbushja abstrakte e nevojës son thellësisht njerëzore për përkatësi dhe vlerësim. Por të identifikohesh kaq shumë me maskën ka një kosto të madhe, po sikur ta harrojmë se kush fshihet pas saj. Kjo na sjell tek historia tragjike e një vajze të re të cilën do ta quajmë Emma. E zhitur tërësisht në këtë botë abstrakte, ajo jetonte me një ankth të vazhdueshëm për të ruajtur një imazh perfekt, ndërkohë që poshtë sipërfaqes, frikrat e saj të vërteta po zjenin pa pushim. Kur bota e saj abstrakte u shemb, ngatalljet, presioni, iluzionet, dhimbja u bë e padurueshme. Dhe në momentet e saj të fundit, ndërsa binte, Emma pati një moment qartësie të tmerrshme. Ajo e kuptoi se sa absurde, sa të parëndësishme ishin të gjitha ato arsye që e quan aty. Ajo e pa që ishte sklave një iluzioni, por e pa tepër vonë. Historia e Emmas është një paralajmërim i thellë, por është pikërisht ajo që na tregon rrugën drejt zgjidhjes.
Për të dalë nga ky labirint iluzionesh, duhet të ngjitemi në majën e piramidës, te vetë aktualizimi. Dhe kjo kërkon kurajon për t'u përballur me atë që fshihet pas maskës. Në psikologji, kjo quhet hija. Mos u tremni nga emri. Hija nuk është domosdoshmërisht diçka e keqe apo e errët. Është thjesht pjesa jon autentike, e pa përpunuar, e pa filtruar nga pritshmëritë e shoqërisë. Është ajo që jemi kur nuk na sheh askush. Të njohësh dhe të pranosh këtë pjesë të vetes është hapi i parë për t'u bërë i plut dhe për të dalë nga iluzioni. Dhe ky citimi mrekullueshëm nga Jung e përmbledh gjithçka në mënyrë perfekte. Për sa kohë që kërkojmë vlerësimin dhe përmbushjen jashtë vetes, në botën e abstraksioneve, ne thjesht po ndrojmë me sy hapur. Zgjimi i vërtet, ai vjen kur kthejmë vështrimin brenda, për të gjetur atë që është reale dhe e jona. Atëherë, çfarë duhet të bëjmë? Ti hedhim poshtë të gjitha abstraksionet dhe të kthehemi të jetojmë në shpella? Sigurisht që jo. Çështja nuk është t'i shkatrojmë abstraksionet, por të bëhemi të vetëdijshëm për to. Ti përdorim si mjete në vend që të lejojmë që ato të na përdorin ne. Le të përdorim një analogji të fundit. Mendojeni abstraksionet, rregullat, vlerat, qëllimet shoqërore, si skicat e para që një piktor vizaton në një kanavace boshe. Ato ofrojnë një strukturë, një piknisje, por artisti i vërtet është secili prej nesh. Ne kemi penelin në dorë. Ne kemi fuqinë të zgjedhim ngjyrat, të mbushim hapësirat dhe të krijojmë një pikturë që ka kuptim për ne. Ti përdorim këto mjete për të zbukuruar realitetin, jo për të burgosur prej tij. Pra, pyetja e fundit mbetet për secilin prej nesh. Tani që e dim se bota jonë është ndërtuar mbi këto skica, çfarë pamje do të krijojmë? Një kopje të zbehtë të asaj që presin të tjerët, apo një kryevepër të guximshme, autentike dhe plot kuptim? Përgjigja, edhe peneli, janë në dorën e çdo kujt.